Jam nisur sot drejt Cambridge. Besoj të gjithë e njihni këtë qytet për universitetin e famshëm, i njohur në të gjithë botën. Unë po e vizitoj sot për herë të parë. Nga qyteti im ku unë jetoj, është vetëm 1 orë me makinë, ndërsa nga Londra është 1 orë e 30 minuta me trena. Biletat e trenit nga Londra në Cambridge variojnë nga 8 deri 11 pound nëse rezervohen shumë kohë përpara, por zakonisht kushtojnë 15 deri 25 pound për një udhëtim të vetëm në ditë normale. Koha sot është me diell dhe me këtë rast po ofroj një pamje të rrugës në lëvizje për të ndarë pak me ju nga infrastruktura e rregullt që ka kudo Anglia. Do të kish kujdes limitin e shpejtësisë dhe krahun për ju që sapo keni ardhur nga Shqipëria. Siç e shikoni dhe nga këtë pamje, Anglia është e rrethuar me fusha dhe pemë që mirëmbahen me shumë kujdes nga dora e njerëzit. Sa po erdhem në Cambridge dhe si vizitor për herë të parë, parkuam fillimisht afër universitetit. Shkuam për të paguar, por bileta ishte 2 pound për 10 minuta qëndrim. Sigurisht që nuk ja vlente, ndaj u larguam në kërkim të një parkimi me çmime normale. Unë do xhiroja sot dhe nuk e dija sa gjatë do rrija në terren. Teksa kërkonim parkim, u mahnita nga bukuria e lashtë dhe e sofistikuar e këtij qyteti, e veshur me ngjyrat e artit dhe kulturës. Më ra në sy kisha, kolegje dhe muzeume që e kanë ruajtur autenticitetin e tyre, që nga lashtësia e deri sot. Ju përshëndes nga Universiteti i Cambridge. Kam ardhur sot në këtë qytet interesant, historik, kulturor dhe shumë turistik për t'ju treguar nga afër një nga universitetet më të famshme të botës dhe të Anglisë, një nga universitetet në fakt më të vjetër, të themeluar në vitin 1209 dhe që ka interes për të gjithë studentët nga e gjithë bota, të cilët janë të interesuar për të zhvilluar karrierën e tyre profesionale, i rrethuar me kolegjet e saj dhe ajo që është më interesante, përse janë pikërisht këto kolegje rreth e qark këtij universiteti. Teksa zhvillohen mësime të përgjithshme në ambientet e këtij universiteti, në fakt në kolegjet përreth saj, studentët ndahen në grupe ku kanë supervizorin e tyre dhe aty marrin mësime të personalizuara në një formë shumë praktike, por duke krijuar kështu edhe një jetë shumë miqësore me njëri tjetrin. Unë kam ardhur sot për zhvilluar një gujë turistike, për të njohur edhe vetë nga afër me këtë qytet historik dhe shumë interesant, ku çdo rrugicë, çdo rrugë që kalon ka një domethënie historike. Por unë nuk jam në gjendje sot për t'ju treguar të gjithë historikun e këtij qyteti, por në fakt do ju tregoj një gujë shumë interesante turistike dhe disa nga pikat kryesore të Cambridge, një vend shumë expensive. Qëndroni me mua deri në fund. Kjo është zemra e qytetit të Cambridge, ku studion elita botërore. Aktualisht, siç e shikoni edhe nga pamjet, jam pozicionuar në një vend tjetër shumë interesant të këtij qyteti. Bëhet fjalë pra për muzeun e famshëm Fitzwilliam të Universitetit të Cambridge, i cili ndodhet 10 minuta nga kopshti botanik dhe 15 minuta nga stacioni. Dhe ajo që është interesante është se të gjitha pikat kulturore dhe turistike që ndodhen afër universitetit, në fakt mund t'i përshkosh në këmbë. Muzeu përmban koleksionet më të vjetra të artit dhe që nga periudha egjiptiane dhe që përbën interes për turistat. Ka lëvizje të shumta, biletat janë falas, por në ditë të veçanta duhet të paguash për të vizituar muzeun. Unë po shijoj shumë këtë gujë, koha është fantastike sot dhe një ditë si kjo me diell ja vlen që të shëtisësh të gjithë qytetin në këmbë. Ky qytet nuk u ndërtua duke menduar trafikun e sotëm modern, prandaj qendra ku janë shumica e ndërtesave universitare dhe kolegjeve vizitohet më së miri në këmbë. Nëse planifikon të vozitesh deri në Cambridge, të këshilloj të përdorësh skemen Park and Ride, pasi parkimi në qendër është i kufizuar dhe disa rrugë qendre kanë hyrje të kufizuar me gjoba për përdorimin e tyre. Në Cambridge ndodhen 31 kolegje. Aty studentët jetojnë bashkë si një familje e madhe, teksa zhvillojnë dijet dhe ndihmojnë njëri tjetrin në problemet e përditshme. Sot qyteti ishte mbushur plot turist, i gjallë nga jeta studentore, rrethuar me këto pamje mahnitse që bëjnë atë një qytet prestigjioz dhe të lakmuar
për ambiciozet e jetës akademike. Hey diaspora, a mendoni se ja vlen jeta në Cambridge? Komento dhe subscribe për më shumë video të tilla.